Përshëndetje të nderuar dhe shikues, mirë se erdhët në jashtë kontrollit. Jemi sërish së bashku çdo të hënë të martë të njëjtat dhe premte ku fokus kemi aktualitetin politik në Shqipëri, Kosovë, rajon dhe gjeopolitik. Të njëjtave fokusi mbetet tek aktualiteti politik në vend. Kam të ftuar me Skype Brendon Kotorin, koleg gazetar. Brendon, kënaqësi që të kam. Mirëmbrëma, faleminderit. Arber Hitaj, koleg gazetar. Arber, mirësevgje. Mirësevgje. Drejtuesi Timoni.al, Almer Toska. Almer, kënaqësi që të kam. Faleminderit për ftesën. Almer, do ta nisim bashk si po e lexon protestën në ditën e 40 saj, se ishte një koment interesant dje që bëri një nga udhëheqësit e protestës, që tha që është dita 40 mund i ham edhe hallbën Edi Ramës, po do doja shumë një si e shikon, si e lexon trajektoren e saj. Shiko, unë e kam ndjekur protestën si të gjithë, sepse është aktualiteti më i rëndësishëm në vend në këtë muajin e fundit. Për mua ka disa elementë që protesta na i lë të kuptojmë. Janë disa elementë që janë përmendur dhe nga të tjerë, por edhe po të ripërmendim edhe të themi janë goxha me vlerë. E para, protesta tregoi që ky popull është paq i ngjashëm sa popujt e tjerë europian. Proteston si popujt e tjerë europian, kërkon të drejtat e tij me merit dhe me të drejtësi çdo popull europian. Nuk është ky popull i burgjumur dhe ky popull i kapur nga patronazhistët, mundësisht brezi i ri. Pra, treguam një ngjashmëri europiane në mënyrën se si kërkojmë të drejtat tona. Po shohim një brez i cili nuk është më brezi që dikur prindrit e tyre apo edhe pak më të rritur se ata, apo brezi jon dhe pak më të rritur se brezi jon, të cilët kërkonin mjaftueshëm vetëm të ushqeshin dhe të mbijetonin. Këta tashmë janë një brez i cili i kanë kërkesa më të larta në jetesës, kërkojnë që të kenë një makinë të mirë, një banesë, të kenë ca qasje luksi për jetën e tyre të përditshme, siç kanë bashkëmoshatarët e tyre. Bashkëmoshatarët e tyre. Gjëja e dytë që mendoj që është paq e rëndësishme është që kjo protestë vrau dhe vdiq dhe shkelmoi përfundimisht të gjitha forcat politike në këtë vend. Besueshmëria ndaj forcave politike në këtë vend është zero. Asnjë nga forcat e reja apo të vjetra nuk është më sot një lokomotiv që mund të udhëheq dhe mund t'i besojnë këta djemë të rinj, këta vajza të reja të ardhmen e tyre. Pra, çdo investim që ka bërë George Soros me Adriatic Lapajn, me Qorrin, me Agron Sheja i dal nga PD-ja vet, edhe çdo fluks tjetër politik nuk është i besueshëm për brezin e ri. Kjo tregon që klasa politike në Shqipëri ka kapitulluar, është e pavlefshme, është e papranueshme dhe është një klasë politike që jo i përtërit edhe reformim, por asnjë mënyrë nuk i bën derman, ta themi gjuhën popullore, këtij brezi i cili nuk i pranon dot. Çfarë tregoi tjetër kjo gjë? Që çdo kush i cili kishte bashkëpunuar me këtë qeveri, qoftë media, qoftë gazetar, qoftë biznes dhe oligark, që janë pasuruar në mënyrë të pandershme prej favoreve politike, unë mendoj që mori të njëjtin goditje siç mori klasa politike. Nuk është rastishme që ka review ndaj bizneseve të rëndësishme, nuk është rastishme që shumë televizione po anatemojnë dhe sulmojnë publikisht, shumë artistë po anatemojnë dhe cilët heshtën. Pra, po tregojmë që ky brez, ne do jemi njerëz të cilët, ata të cilët kanë qasje publike, duhet të kenë patjetër një këndvështrim politik sipas interesit dhe bindjes tyre, kjo në këtë kërkojmë. Por për sa kohë këta janë të përfolur si njerëz që i shërbejnë qeverisë, po aq kohë këta do marrin përsipër dhe baltën dhe sulmin e qytetarëve. Pra, edhe për artistët duhet të jetë një mesazh i mirë se si duhet sillen në raport me qytetarët për sa kohë ta kërkojnë që të marrin para dhe të marrin fanca prej publikut. Përgjegjësi publike, po thua. Patjetër. Gjëja e tretë që mendoj unë që prap ka dalë në pa është që është ajo shpreha e famshme e Gjergj Fishtës që thotë më letë bëhen bashkë një tufë me pleshta se dy shqiptarë. Pra ç'a kuptoj, ç'a mesazhi ka këtu? Që kjo protestë, edhe pse u organizua, ka mllef, ka solidaritet qytetarësh, ka njerëz që dalin aty, lejnë punën dhe dalin dhe bashkohen, në finale nuk po prodhon një klasë politike të re, nuk po prodhon një formacion të ri politik, nuk po prodhon një elitë të re e cila t'i përshtatet dhe përgjigjet kërkesave të këtij brezi. Dhe kjo është një mangësi. Kjo thuhet kur të mbarojë protesta. Tani unë po shoh, unë kam parë, e kam dokumentuar dhe me video për vleshjet dhe për plasjet që kanë ndodhur në protestë, se kush ka i pari kabllin e mikrofonit dhe mikrofonin prej koke. Pra këtë kam parë aty. Po ashtu kam parë një individ
dhe grupe caktuara të cilët anatemojnë dhe sulmojnë njërin tjetrin në Facebook si përçarës, si të shitur, si të blerë. Pra këta janë nga ata njerëz që kanë spikatur apo kanë marrë përgjegjësi të kjo protesta për të qenë, po them, organizatorët e protestës. Dhe unë mendoj, për sa kohë aty ka shumë grupime, të cilat janë në qëndrime të ndryshme dhe bindje ndryshme politike, unë mendoj që këtu s'ka për pasur kur informacion të mirëfillt politik. Do ketë tentativë grup intelektualesh apo njerëz të cilët mendojnë të krijojnë një formacion apo një gjë ndryshe për të hyrë në garë me këtë klasën e vjetër, por nuk do ja dalin dot. Nuk do ja dalin dot për mungesë eksperience, për mungesë të mbështetjes financiare, nuk do ja dalin dot edhe për atë që është më e forta, që ne kemi në genin ton politik, bashkimin. Pra askush nga informacion politik nuk do përcaktojë që të ketë një lider. Edhe nëse këta do kenë një formacion politik i ngjashëm me Alibein që ka një 6 drejtues, por nuk ka kryetar, unë besoj që dhe jetë gjatësia e këtij formacioni nuk do jetë i përhershëm, por do jetë i përkohshëm. Çka do ndodh? Neve kemi parë në historinë politike se si janë përleshur që nga themelimi i shtetit shqiptar edhe deri në kohët e sotme që ka një kacafytje deri në vrasje, sepse janë vrarë dhe janë eliminuar të gjithë firmëtarët e pavarësisë, janë eliminuar kundërshtarët e Zogut, janë eliminuar kundërshtarët e Enver Hoxhës, janë eliminuar kundërshtarët e Sali Berishës, janë eliminuar kundërshtarët e Fatos Nanos, është eliminuar e partia e Ilir Metës me akuza për tradhti politike. Pra në fund fare neve kthehemi në genin shqiptar që nuk dim të krijojmë informacion dhe nuk dim të pranojmë liderin dhe të mendojmë të ndajmë ato postet. Kjo po thua është dobësia. Kjo është mangësia më e madhe që shoh këtë protestë. Arber, si po e lexon protestën në ditën e 40 saj, nisur edhe nga parashtrimi që bëri Almeri, pra Almeri e trajton sikur kjo protest po shkon drejt fundit. Shiko, Almeri kështu ka thënë edhe kur ishte në pikun e saj. Pra nuk është se Almeri thjesht po ndryshon në mënyrën se si po artikulon, por në thelb teza e tij është e njëjtë. Kjo protestë ka dështuar, ndërkohë kështu thosh edhe kur filloi. Dhe është një tezë që në fakt e kanë dhe shumë të tjerë, nuk është vetëm Almeri, pritës së vërtetës. Po unë e shikoj pak më ndryshe. Pra, e para unë shikoj që nga kjo protest ka dalë një klasë politike. Është tjetër gjë është një klasë politike ose është një brez politik i cili ndoshta nuk është i angazhuar, por është një brez politik i cili po proteston dhe beson që qeveria duhet të jetë më e përgjeshme. Është një qeveri e cila sipas tyre e ka kaluar limitin, e ka kaluar masën me mjedisin, sepse fillimi ishte për mjedisin. Pra, është një brez i cili që patjetër do dalin politikan nga i shesh, unë jam i sigurt, jam i bindur, nuk mund të them që do dalin sot apo nesër, por unë shikoj që do dalin, sepse është një brez i cili të del dhe solidarizohet për pjesën ka të bëjë me mjedisin. Nuk ka ndodhur ndonjëherë që të kishim këtë solidarizim dhe këtë shpërthim energjish për çështje që lidhen tërësisht me mjedisin, sepse armët kimike kanë qenë një element që kishin mjedisin brenda, por ishte më shumë pjesa që ka të bëjë me shëndetin. Në rasti konkret është par excellence, pra është 100% safi, është e pastër, lidhet me mjedisin. Një kjo. E dyta, kalojmë te pjesa që unë i kam parë dhe kam qenë pothuajse janë të mbështetësit e kësaj proteste, me përjashtim të disa episodeve që kam qenë kritik dhe i kam thënë dhe në media, është një brez i cili e kritikon zotin Rama se është bullizus. Pra është një gjenerat e cila mendon shumë herë më ndryshe. Nëse ka qenë një gjenerat 40+ që bullizimin e merrin si shaka, nuk e merrin si një fenomen psikologjik i cili mund të kishte pasoja të tjerë, tashmë është një brez i ndjeshëm ndaj këtij fenomeni. Pra, u shtua një tjetër element që ka munguar në diskutimin dhe publik shqiptar. Pastaj është bërë dhe një brez që shumë i ndjeshëm dhe për shpenzimet publike. U bë pjesa e delegimit të një fondi të emergjencave 4.2 milion euro për koncertin e Kanye West, dhe gjithashtu janë shumë të irrituar pjesa e protestuesve. Janë kundër mungesës së ilaçeve në spitale. Janë për një arsim më të mirë. Pra, është një stres, mendoj unë, që do jetë në të ardhmen, mund ta shkojmë edhe në parti tjera politike. Nuk është e thënë që ata të jenë 100% një forcë re politike që të dalin nga sheshi, por unë jam i sigurt që nga ajo bërtham që është krijuar, ne do shikojmë individ të cilët do spikasin në të ardhmen. Dhe ta thash, është një epokë e re, mendoj unë, për Shqipërinë, një epokë e re politikanëve, dhe kjo është gjenerata e re, e cila është totalisht ndryshe, ngrihet për kauza të cilat janë shumë herë më europiane se kauzat që kanë qenë lëvizjet e mprashme politike ose lëvizjet e tjera që kanë qenë të drejtuara nga organizata jo qeveritare, dhe shikoj një të ardhme shumë të mirë të protestës, pavarësisht
organizimit ose jo politik. Teza ime vijon të jetë e njëjtë, që nga dita e parë dhe tani. Unë kam thënë që në krye të erës që kjo duhet të jetë një strukturë e cila duhet të konsolidohet, nuk po them një strukturë politike, por duhet të jetë një grup organizator, koordinues, t'ia vëmë emrin si të doni, të jetë i përbërë me një bërtham 40-50 veta, dhe të cilët t'i ulen në tryezën e diskutimeve dhe t'i thonë Ramës t'i ikë, se atë duan ata, largimin e Ramës, ndryshimin e kodit zgjedhor, pastaj pjesa tjetër që ka të bëjë me zonat e mbrojtura, ka të bëjë me ligjin për investimet strategjike e këto. Kjo është një gjë që mund të bëhet shfuqizimi i ligjit në një mënyrë shumë të lehtë. 5 minuta seancët do kjo. Si e shikon? Por thelbi është largimi i Ramës. Dhe ata duhet të jenë një ekip i cili futet në diskutim dhe i thotë, ik ti të bëhet kjo. Sepse ne shkojmë 2-3 hapa më pas, largohet Rama. Kush e zgjedh qeverisje tranzitore? Pra duhet të jetë një ekip i cili të marrë pjesë në diskutimet e përzgjedhjeve. Se në fund të ditës sistemi është i qartë. Do dalim edhe tek vendi do zgjidhet. Do ta zgjidhë pra, është një grup, një protestë e cila i thotë dhe Ramës dhe Berishës ikni, por ne duhet të jemi të rrezën e diskutimeve që të negociojmë për emrat që do vinë, sepse ata mund të ikin, por e zgjedhin ata të dy përsëri se kush do jetë kryeministër. Dhe pak a shumë është e njëjta gjë. Ashtu si Almeri edhe ti e gjatë gjithë kohës te pjesa që protestat do të vazhdojë. Shiko, unë shikoj, do të imponohet shoqërisë. Unë nuk e di. Ndërkohë skifter publik të kryeministrit Rama thonë që kjo protestë tashmë ka mbaruar. Unë nuk e di ta them, që kjo do të imponohet shoqërisë. Pa këtë nuk e them dot. Për mënyrën se si e imponim, kjo do të prodhojë. Imponim, kjo ka prodhuar. Unë nuk po them dot të, ka prodhuar tash. Është një grup në një epokë të re. Një epokë të re të politikanëve të rinj që do të imponojë partive të mëdha. Unë jam i sigurt, shumë nga ata individë që janë atje do t'i shikojmë te forcat politike. Me shumë gjasa, unë mendoj, një pjesë do ta shkojmë te Partia Demokratike. Dhe këtë e kam bas publik me kolegun Toska, të cilit her pas here kanë fituar bastet publike. Pavarësisht se ai se pranon, po. Dakor. Pra, edhe një pjesë do ta shikoj, e mbarova, e mbylla. Edhe përveç kësaj, ka një gjë në fund të ditës. Po hym në një epokë të re. Po hym në një epokë të re që njerëzit e thyen atë impasin që kishin për çështje që prekin të mirën publike. Pra, kur cënohet e mira publike, më parë ne nuk kemi patur angazhim i cili shkonte në organizim që aty shikon të djathtë, siç është Agron Shehaj, shikon neomarksistët të Erlin Qorrit, shikon ambientalistët nga ana tjetër, ekologjistët, shikon disa grupe që janë përfaqësues të disa rrymave fetare dhe edhe ata kanë një agjendë me sa kanë folur për një islam politik. Gurin dhe me zotin Koxhaj është. Po edhe ata janë, po s'ka asnjë gjë, pra është një unitet. Brendon, si e shikon protestën në ditën e 40 saj, nisur edhe nga dy opinionet e kolegëve që kam në studio, në raport me fuqinë që mendon se do ketë kjo protestë për ndryshuar realitetin, apo në lidhje me faktin që, siç thash, skifterët publik kryeministrit Rama thonë që kjo protestë po shkon drejt mbylljes. Nuk kam ndonjë kundërshtim fakt çfarë u thamë përpara, por po e nis duke thënë që unë jam nga ata që nuk kam shkuar çdo ditë në protestë, kam shkuar disa herë dhe gjëja e parë që të bie në sy është në një sens një protestë folklorike, themi, pra nuk është ideologjike apo nuk është intelektuale, nuk është një protestë e dhunshme pra me mlefin e një momentit, nuk ka një agjendë flasi si vëzhguesi protestës, pra çfarë vënë re. Pastaj tjetra padyshim, aty ka grupe shumë të ndryshme me diversitet brenda, pra janë edhe ose jemi dhe konservatorët pro familjes, po janë edhe LGBT-ja, po janë edhe po i quaj unë tani neoliberalët e Partisë Mundësia, po edhe post-marksistët apo neomarksistët e Partisë Erlin Qorrit, pra ajo që i bën bashkë njerëzit aty është Edi Rama edhe kundërshtia ndaj kësaj qeverie dhe ndaj kësaj qeverisje. Për të shkuar dhe më tej në mos edhe një mlef i akumuluar me shtresa në shtresa ndaj qeverisjes ndër vite, duke pas parasysh edhe sloganin Rama në burg, Berisha në burg. Me gjithë këtë diversitet edhe në fakt
po i quaj përballje ose kundërshtia apo diskoherencë të grupeve të ndryshme që ka aty brenda, nuk ka asnjë gjast në gjykimin tim, në vëzhgimin tim që nga kjo protestë të dalë një grupim politik i cili mund të ketë rolin e vet nesër në politikën shqiptare. Gjëja kryesore që kjo protestë ka sjell është numri i lartë, pra numri, masa e madhe e qytetarëve, që ishte gjëja e parë që i dha zemër edhe të tjerëve që ndoshta s'kishin protestuar ndonjëherë në Shqipëri. Se kemi parë edhe protesta me një njeri, edhe protesta me pak njerëz, edhe protesta partijake sidomos, që kthehen në mitingje, në fakt, më shumë se protesta, por jo protesta të lira nga një dirigjim qendror. E dyta gjë pastaj është kjo, unë në fakt si pedagog më kam ftuar disa herë studentët e protestës, pra studentët në protestë, ai grupimi që është aty, edhe shqetësimi i tyre i madh ishte çfarë të bëjmë tani. Pra, ne jemi njohur në protestë, kemi protestuar, i ndajmë gjithë ato shqetësime, por mendojmë që protesta nuk mjafton, çfarë të bëjmë tani. Dhe u kam thënë këtë gjë që e besoj vërtet. E para, nëse ditën e parë apo javën e parë do kishin dalë në shesh 300.000 njerëz, po, mund të ishte rrëzuar qeveria. Por me 50.000, me 40.000 është, apo me 80.000 është një protestë tjetër. Atëherë çfarë mbetet pas kësaj? Mbetet rruga e gjatë e angazhimit politik për të sjellë ndryshimin politik. Në këtë kuptim është gjë shumë e mirë që shumë njerëzve të cilëve u kishte vdekur instinkti politik, apo për të angazhuar në politik, apo për të marrë me politikën, apo për të ndjekur edhe qoftë to emisione televizive ku flitet për politikën, ky instinkt është rizgjuar. Dhe ata që, po themi, e kanë pasur për herë të parë këtë, kanë shansin që ta vazhdojnë. Pra ata që janë të rinj, kanë shansin që të inspirohen nga kjo protestë për të vazhduar për të bërë pjesë nesër e politikës. Kjo është gjithmonë në atë këndvështrimin që kjo protestë është genuine, por ka dhe një anë tjetër që është ana se si e shikon mazhoranca këtë protestë, që lidhet me faktin që aty ka korba dhe sorra që duan të përfitojnë nga protesta e sinqertë e flamingove, të cilat e kanë marrë peng këtë protestë. Dhe shkohet deri aty sa i atribuohet tashmë kjo protestë opozitës dhe Partisë Demokratike. Edhe unë mendoj që aty mund të ketë njerëz, unë nuk jam te loja e etiketimeve, por mendoj që ka njerëz që kanë një interes që lidhet me protestën. Pra nëse njerëzit kanë interes që e shprehin në protestë, që interesi i tyre është Rama të dorëhiqet, ka dhe njerëz që intereson që të jenë protestë. Por nuk kam vëzhguar deri tani që të jetë marrë peng protesta. Përveç atyre konflikteve që mund të ketë, ku diun për radhën e mikrofonit. Kur vjen fjala për të çështja e mikrofonit, mua sinqerisht më shijon edhe më bën sens më tepër një zonjë ku diun nga Mallakastra apo nga Popliku, nga doni juve, që del edhe flet për hallin e vet që ka, për ilaçi që s'ka, për fëmijën e smur apo për fëmijën e migrim apo për papunësinë, sesa një protestë me fjalime patetike që dalin e flasin njerëz që thjesht duan të dalin aty edhe të bërtasin, nxjerrin atë mllefin e tyre. Kjo më duket folklorike, kurse ai qytetari që realisht ka një hall, ai është që duhet ta ketë mikrofonin në dorë. Kështu që nuk merrem dot me konspiracion, por deri tani protesta, pra njerëzit që dalin në protestë, më duken shumë normale dhe shumë të sinqert në mllefin që kanë kundër kësaj qeverie dhe kësaj qeverisje. Do ishte pa sens të thuash që këtë protestë po e dirigjon për shumë opozita dhe ata nuk e kanë bërë gabimin për ta thënë, të paktën kështu. Në kuptimin që kjo është një protestë e PD-s, nuk e kanë bërë këtë gabim, por padyshim që duan të hedhin sa më shumë balk mbi këtë protestë dhe mbi ata njerëz që dalin aty. Do të thënë është përçudnuese për vetë qeverinë që ministra caktuar të merren me foto individësh caktuar
Kjo është fundi kur po ju them diçka, kur në këtë artin e retorikës ka një vepër të vjetër, një filozof Schopenhaueri, i cili thot ka 38 strategji për të fituar çdo debat. Edhe në fund fare, kur dështon çdo strategji tjetër, strategjia 38 ai thot këtë: bëhu i vrazhd, bëhu fyes, meru me personin. Dhe fakti që ata kanë arritur në pikën e fundit, qeveria pra, ndaj protestuesve, tregon që nuk funksionon dot asnjë strategji tjetër. Padyshim edhe kjo s'ju ka funksionuar. Por ata kanë arritur pikën më të ulët, që është të bëhen fyes ndaj protestuesve, ndaj njerëzve që janë hallegji që dalin aty. Dhe hallegji nuk do të thotë vetëm që s'ke bukë për të ngrënë 3 vakte. Ka dhe halle tjera njerëzit, po ata i ridikulizojnë, i ofendojnë, madje për mendimin tim edhe i kanë kërcënuar. Se të nxjerrësh një foto aty dhe të thuash ti je i shitur, apo ti ke këtë interes, apo ne e dim që ti ke një biznes etj. Është kërcënim i hapur. Edhe kjo që ndodhi me shefin e policisë është një tmerr, edhe shtetet autoritare e bëjnë në mënyrë të kamufluar. Ai del hapur edhe thotë do t'ju ndjekim kush jeni. Për çfarë? Për njerëz që thon fjalën e tyre të lirë në internet, edhe japin review në për hotele dhe në për restorante. Është e turpshme, është përtej autoritare, sepse edhe ata e bëjnë në mënyrë të kamufluar. Algoritmi, Brenton. Ndërkohë, Almer, ajo që po qarkullon dhe që po diskutohet në çdo tavolinë është pyetja e thjeshtë: a mbaroi protesta apo mendon se kjo protest nuk do ndalet deri në rrëzimin apo në arritjen e objektivit që i ka vendosur vetes? Tani, unë të parashtrova vetëm një pjesë të asaj që kam arritur të analizoj në protest. Ndërsa, për objektivin e protestës, unë mendoj që objektivi i protestës, për mua, objektivi final i cili është largimi i Edi Ramës, për mua duket i vështirë, por më thënë i pamundur. Pra për qenë disi për të folur pra më gjuhë më të butë, mos të them më gjuhë më të tashpër. Pse i pamundur? Për shkak të numrit vogël të qytetarëve që marrin pjesë. Kolegu Kotori dhe përmendi që një qeveri rrezohet kur janë 300.000 veta në shesh, dhe një qeveri duhet siç e shpjegoj, duhet një punë e madhe, e gjatë, e stërmundimshme të largosh qeverisë Edi Rama. Dhe kur unë shikoj numrin e protestuesve, të cilët në përbërjen e tyre më shumë kanë interes protagonizmin e vetë për para mikrofonit dhe kamerave se sa kauzën, unë mendoj që kur nuk arrihet qëllimi. Unë di të them që për kauzët më të rëndësishme në botë janë vrarë dhe kanë vdekur njerëz. Do të thënë komunistët e vërtet të cilët përqafuan kauzën në vitet 30 ishin gati të vdisin për kauzën. Unë nuk mendoj që ka ndonjë aty protestues i cili ka një kauzë që beson. Thjesht ka kapur mllefin e shqiptarëve me ke qeverisja në 1000 arsye që ka për të protestuar dhe mbahet mbi këto telat e këtyre arsyeve dhe qëndron aty dhe kap mikrofonin çdo natë për të qenë protagonizëm. Unë mendoj që Edi Rama nuk trembet fare nga askush aty që pretendon që është grup organizator. Edi Rama nuk trembet fare nga askush aty që pretendon që ka atë monopolin, po them, e asaj fonisë aty. Unë mendoj që Edi Rama trembet kur populli i irrituar shton numrat dhe jo kur pakson numrat. Dhe unë për aktualisht unë mendoj që kjo klasë politike, për faktin që ka një koordinim të kahershëm midis opozitës dhe opozitës në çështje shumë të rëndësishme të heshtura dhe të hapura, e kanë të vështirë ta largojnë këtë qeverisi. Unë nuk dua të demoralizoj askënd. Unë ftoj çdo kënd i cili të protestoj edhe për çështje më të rëndësishme, të kauza më konkrete. Unë dakord jam qytetarët flasin aty edhe thonë që kanë problematika të ndryshme, dikush nuk ka ujë, dikush është një fermer i cili nuk ka prodhimet e veta, nuk po i shiten, dikush i cili vjen nga fshatat braktisur, nuk gjen arsim, nuk gjen shëndetësi. Por unë dua që sugjeroj që në protestë merren me emra tek për tek emrat e qeverisjes të cilët kanë kryer korrupsion. Pra nëse deri tani po merren me biznesmen si Gjergj Luca dhe të tjerë me shok që i bën review, të njëjtin review dhe të njëjtin karakteristik t'i bëjnë abuzimeve të Belinda Ballukut, abuzimeve të drejtorëve Belinda Ballukut. Nëse u morën me Kanye West dhe 4 milionë euro, të merren me çfarë tendrash janë bërë për infrastrukturë. Të merren se çfarë tendrash janë bërë te Akshi.
Pra, që pjesë më të madhe e ka qytetarët e thjesht, kjo është çështje drejtësisë Almer. Nuk ka lidhje me këtë gjë, unë po flas të artikulohet. Po se bëjmë të individët se ndoshta edhe se di dosje. Ne hym ke drejtësia. Zotri, kjo është çik më specifike, më vjen keq. Më e komplikuar. Mjafton të artikulojnë në tezat e tyre, jo vetëm shëndetësia ka mbaruar. Zotri më përmend, në filan vit, në filan periudhë kemi kaq dëm të shkaktuar përmjet korrupsionit në shëndetësi. Kemi këtë. Qytetarët e thjesht nuk i dinë Tom Almer, duhet lexosh raportet e KLSH-s, lexosh dosje. Ato janë aty të gjitha. Unë po flas ato që artikulojnë. Qytetarët në shqetësimet e tyre dhe shumë mirë bën. Unë jam shumë dakord që qytetarët, unë po flas për këtë që mendon ti që përmendë që klasa e re politik, element politik, zero element politik ka që do dalin. Janë njerëz të paformuar që nuk e njohin politikën gjenezë. Njohin vetëm atë shablonin e shëmtuar të Adriatik Lapaj që vërtet dhe bërtasin ndjekin njëri model. Nuk është ai modeli politik. Ka 70.000 vota, Lapaj ka 70.000 vota. 70.000 vota dhe Lapaj po hym tani. 70.000 vota që se pranojnë qytetarët protest tani. Lëre tani është zero më. 70.000 vota herë zero. Ore zotri, është njëri që nuk e lejojnë të hipin mikrofon, siç nuk lejojnë Sali Berishën, nuk lejojnë Agron Shejaj, nuk lejojnë dhe politikanë ata. Po zotri, pse nuk e lejojnë? Po këtu pra ka dështuar klasa politike, që askush nuk është besueshëm. Edhe ky emri që përmendi tani, po lëre mos përmendim ato, unë po flas, po them që kjo protest nuk ka guximin dhe nuk e ka sot, nuk ka asnjë lloj pritshmërie për prodhuar element politik. Po për ty është e drejtë apo e gabuar që nuk lejojnë këta politikanë që nuk kanë mëkate e korrupsionit të flasë? Ka një gjë për mua, duhet të gabuar çdo kush, le të flas. Po pikërisht. Po fakti që sepse nëse do shkojmë te radikalizmi, do bëjmë njësoj si PS apo PD-ja. Kush është diferenca PD-PS te militantizmi? Pra nuk duhet kjo lëvizje duhet të jetë larg radikalizmit, sepse përndryshe do largohet protestuesve që ata i kanë mashtruar. Madje për mua që aty do shkojnë dhe socialistë dhe demokrat, por të mos kenë probleme me korrupsionin. Se s'ka ndonjë gjë njëri mund të qenë në PD. Po flas. E ka pasur që merr analizo kush ka një mendim politik në Shqipëri i cili nuk ka patur jetë politike, po flas atë një politik në 30 vjeç që nuk ka patur një eksperiencë politike. Po nëse ka dali pa korruptuar, ka probleme me drejtsinë, s'ka një problem kjo. Në 90-ën kush ka pas ti them disa gjëra dhe ti orientojmë, edhe disa gjëra të them. Pjesa e radikalizmit nuk është një gjë pozitive. Ka një gjë, Arbër nuk është faj protestuesve që nuk klasë politike, nuk është një pritshmëri. Mos i bëjmë faj. Nuk është faj që nuk është faj protestuesve që Partia Demokratike nuk organizonin protestë të ngjashme. Nuk është faj që Adriatik Lapaj ndonjë 30 ditë aty nuk i vajti askush. Pra këta janë të falimentuar, janë subjekte politike. Mos e barazo Lapajn me Berishën, Shejaj me Berishën, Lulzim Bashën me Berishën, Alibel me Berishën. Në kosh populli zotri këta. Mos i barazo, nuk janë njësoj. Është njësoj, zero Sali Berisha, zero Lapaj. Qori që farë ka Qori. Derisa nuk e pranojnë. Po Qori së si Berisha vjen keq, po çali dhe ka. Dhe Berisha po shkojnë, çfarë di bëj Berisha po shkojnë shesh? Çka di bëj? Zotri Berisha është njësoj, si Lapaj nuk do ta lejojnë mikrofon zotri. Po tani le të kthehemi çik të analizoj çik ku shofun aty ti them tek ajo cipa politike që duhet të ketë. Zotri, nëse ti përmendë Berishën, që në 90 e përmendë ti. Jo, e përmendi Ti po doja të s'ka bën protestë. Në 90-ën the Berisha nuk kishte eksperiencë, por Berisha kishte formim. Berisha kishte eksperiencë 20-30 vjeçare që vjen nga një. Jo, e kam fjalën studentët duhet studentët që nisën Azem Hajdari të gjithë heroi demokracisë nuk e kishte. Më dëgjoj pak. Heroi demokracisë Azem Hajdari nuk e kishte. Dhe s'ka ndonjë gjë. Ne po flasim. Kishte ku ta kishte student. Ne po flasim se Arbri përmendi do spikasi do shkëlqejnë. Nuk shkëlqejnë, nuk ka brun politika. Ata po shkëlqejnë. Kanë pasurinë. Po shkëlqejnë protesta. Nuk i besohet ti ishe kritik që fillimi ku. Zotri, nuk i besohet drejtimi i kombit disa njerëz që përtasin pa eksperiencë për zotri. Nuk mund të marrin drejtimin. Më lejo vetëm të bëj një pyetje. Ti ke qenë në këtë studio me mua dhe kemi bërë debat, thoshe që janë paguar nga Sorosi. Po tjetër që e them, Ke dalë, s'është e vërtetë, ku është e paguar nga Soros? Kjo tani Soros. Ke qenë kritik që ditën e parë Almer. Por ka një gjë, mos ma vërë në duke këtë gjë kur unë e kam shprehur dhe them publikisht atë që mendoj. Soros jo kundër Teres. Nuk e di. Ke një qasje pozitive me të vjetrën. Unë jam për teren, po për teren e mend kokë. Unë nuk jam për sa karabush që hipin aty pasi përdorin. Sa përdorin dy sigara në shash, edhe
hipin kapi mikrofonin. Nuk mund t'i besoj Shqipërinë dhe të ardhën e fëmijëve të vit, ca njerëzve aty që vinë gërmojnë era shash. Pra u po flas çfarë do t'i besojmë ne Shqipërisë në të ardhmen. Çfarë politikanësh do prodhojmë? Çfarë klase do prodhojmë ndryshe nga këta që janë sot? Asnjë ndryshim nuk ka. Prandaj populli po largohet, distancohet, sepse nuk shikon të re, nuk mund të bëj formacion politik. Disa njerëz që në formimin e tyre nuk kanë as minimalisht, nuk kanë nuhatjen politike, nuk kanë mbështetje ndërkombëtare. Nuk dua t'i jap emra, sepse kam parë grupin me 1000 veta që është grupi i Kuvendit Kombëtar, kam parë emra shumë të mirë. Të rinj që janë në diasporë, madje po them profesionet. Kam parë bankier, arkitekt, filozof, profesora, inxhinier, gazetar ka atje. Ka një gjë. Ka një shumë nderuar organizator. Nuk kam parë sot. Mos u kap me disa individ që ndoshta nuk e kanë arsimin e duhur publiku. Ora këta individ, ata nuk e kanë arsimin e duhur, po dalin këta individ. Kanë ndjenjën e revolucionit. Revolucioni nuk bëhet nga njerëzit e plenës. Është turp përmendesh revolucion në demokraci, o zotëri. Nuk bëhet revolucion në demokraci. Metaforikisht. Nuk ka revolucion sepse revolucioni është nuk ka revolucion demokratik. Edhe në shprehje që ka përdorur Sali Berisha me nder hale shkoj. Metaforikisht. Nuk ka, jo revolucion për këtë të majtë dhe marksizme. Në epokën e Francës. Demokraci dhe jo revolucion si giotina. Nuk ka, pra jo, nuk ka asnjë mënyrë. Fjala revolucion nuk ekziston. Është majtis demokratik. Revolucioni do thotë unë të nxjerr ty nga shtëpia, të marr pronën tënde edhe të bëj sepse ke mënyrë pa drejtë edhe ti të ngjerësh. Jo, kjo është komunizëm. Çfarë të marr pronën tënde të nxjerrë nga shtëpia, kjo është komunizëm. Revolucioni është të nxjerrësh nga institucionet shtetërore me forcë dhe me dhunë. Jo, jam revolucioni. Çfarë quhet revolucioni? Metaforikisht. Çfarë bën revolucioni? Çfarë do thotë? Do thotë që oj Edi Rama dil aty e bjer arkivol, jo më zotëri. Dakor, edhe unë nuk jam për dhunën më. Këta Edi Ramës nuk i luajnë dot as qimen më të vogël të flokut, jo qimen më të gjatë, sepse mënyra si janë të organizuar nuk e trembin. Prandaj kjo ka dështuar si protestë për të krijuar një parti politike zotëri. Tani ngati ti që Rama nuk është trembur. Tani nga dorat që ka mund sa duash ti. Nga fol me Ramën. Po ç'lidhe ka folur me Ramën. Ja, tani po fal me ku e ke kuptuar. Unë shikoj si edhe politike të Edi Ramës. Unë kam dëgjuar disa ministra që thonë kjo protestë është një protestë e cila na ka hapur sy për sa gjëra. Ore më pakta. Ke parë ministra zë syt korrupsion. Ministra dhe deputet që nuk dinin të flisnin, ne nuk i kemi parë. Ende janë aty më. Ende po dalin po flasin. Protestë japin llogari, më pakta. Po japin llogari. Një pjesë e ministrave kë pyeti Blendi Goxha kur dha 4 milionë euro Kanye West. Kë pyeti Belinda kur dha tenderin e ri të ai është moment që do flasin të zgjedhje, po s'do pyesin të turmën. Procedura shtetërore nuk ka pyetje më. Ta mbështes protestën për një produkt, një protestë. 1 milion metër katror leje ndërtimi e sekuestruar nga SPAK. Të duke pak 1 milion pastrim parash e ke tek Porto Lalzi. Se s'dua ta them. 1 milion metër katror. Se po hyn te SPAK. Është punë e dejas amerikane, edhe mos më ik nga thelbi. Po jo më fal. E cila i merr dokumentin. Apo hetohet dhe zvënesi zotri. Ka të hetohet se ja kam denoncuar për çështjen e pronësisë. Po hetohet, po më parë, dhe mos ishte kjo protestë, nuk do hetoj. Ore, dakord jam. Ja, protesta ka bërë disa efekte pozitive. Protesta ka ngritur Shqipërinë në një nivel që s'e ka patur. Ta protestojnë për mjedisin. Ore, po flas. Është pozitive. Po shkojmë arbër sepse po jemi e diku tani. Ja koha me 40 ditë më zot. O miku im, me 40 ditë. Nga Roma largët nga sheshi që vjen nga shashi. Po fluturon. Se si Flamingo. Prodhon kjo protestë. Unë mbështes protestën e Flamingo. Largon Edi Ramën kjo protestë. Nuk e Roma se ore po se nuk e largon. Me 40 ditë të ndryshojë masën politike, të largojë Ramën, sjelljen politike të ndryshojë Shqipërinë me 40 ditë. Basha dhe sillën. Prit, betej pas betej. O, Luzë Bashën e ke besuar ti shumë se mua. Që Edi Rama është ato. Ti e ke besuar as shumë Bashën sa s'po hyn fare po. Rama në shtator, Rama ndryshon. Cili do që të jetë fati protestës. Ore sot të mbyllet, është një protestë që vetëm ka sjell gjëra të mira. Nuk ka sjell asnjë gjë të keqe. E para i ka trembur. Kë ka trembur? Po, shikoj, kur themi trembje se Almeri e çon te revolucioni. Nuk themi trembje që do t'i vë dikush me armë dhe do ta kërcënoj fizikisht. I ka trembur politikisht, që do thot, sot i zotri je vulnerabël, nuk merr votat dhe pastaj 4 vjet nuk jep llogari dhe pas 4 vjetësh fillon dhe bën fushatën prap dhe takon njerëzit. Jo, ti tani je në lupën e opinionit publik për çdo gjë që bën. Kjo 4 milionësh që shkon Kanye Westit, do kishte këtë vëmendje, po mos ishte protesta, nuk do ta kishte. Po patjetër që kishte, denoncuar aferën
realist. Problemi është nëse nëse intensifikohet goditja e SPAK, vjen një kërkesë e dytë për Belinda Balluon. Çfarë do të bëj kryeministri? Do ta kesh shumë vështirë ta mbrojë. Pse nuk po vjen? Mbrojti jetin e nuk po vjen kërkesa? Kjo është një pyetje që është për SPAK-un, nuk është për mua. Po unë them të presim vjeshtën. E treta, ka një gjë. U ngrit qytetaria më. Vërtet është kjo që thot Almeri, mund të jetë dikush që pija shash, mund të jetë dikush që është i pashkolluar. Ore dakord more, mund të jetë, po kjo është Shqipëria, këta janë të rinj shqiptar më. Janë një pjesë janë këtu, janë një pjesë që në palestër, janë një pjesë janë influencera, ore aty është gjithë Shqipëria, është shumë kolorite. Shqipëria nuk është e bardhë dhe zezë, nuk është PS dhe nuk është PD, ka shumë ngjyra brenda vetes. Unë aty shikoj të gjitha ngjyrat, dhe kjo është gjë e bukur që janë të gjitha ngjyrat, janë flamengot, si e tha Kotori, janë njerëzit që janë neomarksistët, janë neoliberale, pra janë të gjithë. Qëllimi kryesor për largimin e Ramës është do ta largoj Ramën, thot Almeri. Pritet se me 40 ditë nuk është vit elektoral, more. Po unë po them një gjë. Meqense Almeri ma kërkon këtë, e kam thënë vetë Euronewsi. Më e pakta, po vazhdoi ky intensitet edhe në vjesht, ndoshta jo deri në, po themi deri të zgjedhjet lokale 2027 që do jenë në maj të 2027-s, unë them një gjë. Më e pakta, Partia Socialiste do ta ketë shumë të vështirë të fitojë Bashkinë Tiranë. Dhe kjo është një sukses shumë i madh për protestën. As PD-ja, e përjashtoj edhe PD-n. Pra për mua PD-ja dhe PS-ja, po nuk reflektuan, do kenë rezultat katastrofal në zgjedhje. O ata mund ta fitojnë me 5.000 vota, po do ishte një humbje e madhe për PS-n, nga 60.000 vota. Në zgjedhjet e kaluara do dalin me 5.000 vota. Edi Rama për ta mbajtur në lojë Sali Berishën është i gatshëm t'i falë dhe një Rama miku im, fakti që po kalon në sulm, do thot që nuk i kanë dalë mirë sondazhet e brendshme. Rama i ka mirë sondazhet e brendshme, tallet, bullizon, po ka një qasje tjetër. Jo, gjithkohë në rënje nuk ka qenë. Ka patur një konstante, 38-43% ka qenë. Në pikë tani Redo, unë e dëgjova se arbri ndërhyri dhe unë t'i them dhe një gjë, para se miku jon Kotori të flasë. Ne debatin e kemi me temë. Duhet t'i themi njerëzve dhe duhet jenë më syçel dhe të kuptojnë që Edi Rama nuk mund të largohet në këtë mënyrë për sa kohë kjo protestë nuk zgjedhjet janë. Nuk zgjon. Po zgjedhjet janë, ne nuk kemi revolucionistor, kalon në grevë simbolik, qytetarët i bashkohen. Është tjetër gjë, por ai skenar tjetër. Ne Lulzim Basha zotëri sa ndonjë në çadër. Ndonjë 90 ditë. Dhe më shumë mirë. Rama u detyrua i dha 50% kabinetit qeveritar. 50% kabinetit qeveritar. Me protestën që bëri aty, zgjoi faktor ndërkombëtar dhe e zbritin Tiranë nga Brukseli dhe e detyroi që të uleshin në marrëveshje. Tani kjo protestë po tregon që deri tani nuk është mjaftueshëm për faktorin ndërkombëtar zot. Po sepse nuk ka ndërkombëtar. I doli ambasadë amerikane kundër. Dha mesazh ai që gabim që bëri protestë. Po, ai që gabim që ambasadë amerikane kundër. Por s'ka ambasadë amerikane të protestë. Nëse dalim të flasim të problemet që ka protesta, zotri është mesazh kundër protestës. Problemi ka protesta, nuk ka mbështetje ambasadë amerikane tani. Për protesta, për problemet që ka protesta është tjetër diskutim pastaj. Ore, do të analizojmë kjo është protesta pa bërë dakord në disa pika, që kjo protestë dakord në disa pika. Nuk rrezi dhe nuk detyron faktorë ndërkombëtar që dalim ke faktorë ndërkombëtar. Nuk ikën pa votë zotri, pa votë. Nuk e largon kush. E largojnë në fillim. Unë do jem kritik për sa që fillim. Këtë lloj çfarë? Soros ishte te protesta? Sorosi ka qenë, do jetë dhe do jetë gjithkohon aty për fshirë protestë. Është një problem. Vetëm shoqata dhe Sorosit kanë qenë aty. Pas meje këto flamë. Po shoqata dhe Sorosit i bie që njerëz të shkolluar më pakta. Tani anatemore. Që Erion Velia është pa shkollë, është faktuar. Erion Velia është burgu, besoj që ka fuqinë burgu. Ka kaluar protestën tash. Ka kaluar Brenton. Jemi tek e njëjta pyetje, a mendon se protesta, se kjo është ajo që diskutohet çdo mëngjes, domethënë çfarë ndodhi mbrëm me protestën, analizojnë numrat, analizojnë energjinë e protestës dhe janë gjithë aty gati për të thënë a mbaroi protesta apo do të vazhdoj edhe më shumë siç pretendojnë protestuesit. Dhe gjykoj që protesta që një javën e parë apo dytë arriti suksesin real për sa i takon faktorizimit politik. Pra ishte masive dhe ishte spontane, në kuptimin që nuk pati pra një dirigjim. Pastaj, nëse protesta ka pasur për objektiv rrëzimin e Edi Ramës, pakën siç e deklaron,
këtë e shikoj të pamundur në këto kushte. Pse? Literatura shkencave politike që shumë njerëz thonë, shiko se ndryshon teoria nga praktika, po në fund ajo është një uri kumulative ngjarjeve që i ka ndodhur njerëzim. Dhe literatura shkencave politike thotë që një protestë të arrit të rrëzojë qeverinë duhet plotësoj 3 kushte. Një të jetë masive, e dyta të jetë e vazhdueshme, pra të ketë konsekuencë, mos të jetë ndërprerë, dhe e treta duhet të pamundësojë qeverisjen. Çfarë do të thotë? 2 të parat po i bëjmë check edhe po llogarisim që janë realizuar pra një protestë masive dhe 40 ditë apo 6 muaj sa mund të vazhdojë i ka arritur. Çështja është a e pamundëson qeverisjen, që do të thotë proceset qeverisëse të paralizohen. Për këtë, kjo protestë do duhet kalonte në mosbindje civile, paqësore, nuk ka problem. Dakor. Është domosdoshmërisht e dhunshme. Paqësore, çfarë do të thotë? Do të thotë që ata që punojnë në administrat të hynë në grevë, jo në grevurie, po në strajk, domethënë, të refuzojnë të punojnë. Do të thotë që operatorët e shërbimeve publike të refuzojnë të punojnë. Pra, Urbani Unazës të ndalojë, mos të operojë më. Ujësielsi, këto janë fakt kritike, shërbime kritike, po pra disa agjenci të cilat ofrojnë shërbime publike të pamundsohen. Këtë e bëjnë ose ata vullnetarisht që punojnë aty, siç ndodhi në kohën e Reaganit që gjithë administrata e aviacionit civil tha ne do hyjmë në grevë, nuk do funksionojë asnjë fluturim, ose me imponim nga protestuesit, duke rrethuar fizikisht institucionet, duke i vënë zinxhir dyerve të institucioneve, duke nxjerrë nga zyra, po themi prapë në mënyrë paqësore një. Pra kjo këtu me pak fjalë. Kjo nuk realizohet, nuk po realizohet dhe nuk duket se ka një vullnet që protestuesit ta bëjnë mosbindjen civile. Unë në protestë shoh më shumë gaz dhe hare që njerëzit po vrasin frikën e po dalin bashkë, se sa një nat i cili do t'i shpynte, nuk po themi drejt vetë flimit, po drejt një aksioni më real, më konsekuent, më me peshë. Pra, për mua një protestë gazmore nuk ka kuptim të arrëzoj qeverinë. Ironia, sarkazma janë një zëvendësues i dobët për alternativën, për këshillën që do duhet kishte protesta, për veprimin. Po pse nuk e mendon si thjesht një moment konsumimi edhe i kësaj faze që më pas në shtator, fjala vjen, mund shkoj në atë që ju po sugjeroni, në një mosbindje të madhe civile. Pse se konsideroni këtë një moment ku protesta çdo ditë që kalon e mëtej kërkon të bindë sa më shumë qytetarët në lidhje me këtë problematik. Dhe më pastaj në shtator krijon ato vetdijen që qytetarët marrin ato vendime që ju sugjeroni. Mund të ndodhë dhe nëse ndodhë. Jo, si e shikon, a jemi në këtë trajektore apo protesta mund të shkoj drejt shuarjes për shkak të problematikave që sugjeroi Almeri apo dhe Arbri, ato momentet, episodet e dhunës? Që të bëj të parën, do duhet që të ketë ai grupi koordinues që është vetë shpallur, do duhet ishte serioz, jo në kuptimin se nuk janë serioz si persona, do duhet ishte serioz politikisht. Që do të thotë, mungesë serioziteti për shkak nuk ka kuptim kërkesat që shiko edhe do riqet Rama, po edhe të votoj Rama këto ndryshime, ose të krijohet një kuvend popullor, disa kërkesa që thonë qeveri teknike tranzitor 12 mujore nuk kanë botë qeveri 12 mujore teknike. Pra, nuk më duket se janë të mirë menduara këto gjëra. Pra, nëse do të kishte një plan, duhet kishte një vizion dhe strategji. Dhe pas turmës nuk ka sot strategji. Nëse strategjia ndodh dhe turma e ndjek, mund të realizohet. Po për momentin gjasat janë që nuk do të realizohet, sepse nuk ka dalë kjo që po them. Tani, nëse ata kanë një roadmap, pra një plan pune, themi, një kalendar veprimesh që do të shkojmë nga këtu atje, mund të realizohet pamundësimi i qeverisjes. Por nëse vazhdon kështu,
protesta do të mbetet se ka shumë njerëz aty që mund të angazhohen, ore unë do vdes këtu etj në momente etosi, në momente patosi, që dalin dhe flasin, por gjasat janë që njerëzit do t'i rikthehen aktivitetit tyre të përditshëm. Shiko, zoti Varaku, për momentin njerëzit që dalin aty bëjnë një sakrificë shumë të madhe që dalin me fytyrë dhe nuk kanë frikë nga persekutimi i qeverisë. Qofse unë dal, ai nesër mund të vi me inspektorin tatimor të biznesi për të marrë hak. Sikurse ka filluar që shumë njerëz po marrin gjoba, në Tepelen, pa qenë muajin e fundit në Tepelen, gjoba afrofe, po them. Pra, mund të ndodhin dhe besoj Rama do të marrë hak për këtë që i bën populli i tij, do të marrë hak mbi popullin, sepse ai e konsideron që populli vetëm duhet ta ndjek. Tani, nëse njerëzit vazhdojnë dhe dalin, do të thotë që po bëjnë sakrificë. Nga ana tjetër, politikisht, nuk është në një sakrificë e madhe që ti dalësh dhe të bësh 4 orë një marshinë dhe të bërtasësh, se në fund fare në PR venting quhet kjo, pra po shfryn. Sakrificë do t'ishte që ti të mos shkosh në punë, zotri, edhe të rish pa bukë, edhe të ulesh aty, edhe të bësh grevurie. Kjo do ishte sakrificë reale. Sakrificë reale do t'ishte deri te pika që për shkak të represionit nga qeveria të heqin familjarët nga puna, të heqin fëmijët nga shkolla, nuk e di çfarë mund të bëjë qeveria, se çfarë shkon mendja atyre. Të vinë të arrestojnë pa akuzë e kështu me radhë. Pra, kjo do ishte sakrificë dhe kur them këtë e krahasoj me rezistencën që kanë bërë studentët me ngjyrë në Amerikën e viteve 60, apo Gandhi, apo studentët në Kili që rrëzuan Pinochetin se u bashkuan me minatorët dhe ka zgjatur 4 vjet, 4 deri në 6 vjet protesta aty. Proteste përditshme dhe në fund fare prap me zgjedhje rrëzuan. Se nuk e çfarë bësh, ne nuk jemi në kohën e revolucionit që i presin. Ka dhe revolucione me ngjyra, revolucioni Kadifejt. Dakord, po ata njerëzit shkuan dhe fjetën aty në rrugë, në Euromejdanin e Ukrainës, njerëzit ngritën çadra në bulevard edhe luftonin me fishek zjarre me policinë edhe me shashka. Pra jetuan aty, jetuan në shesh, jetuan në protestë. Nuk ishte protesta një kalim kohe. Ishte e vetmja gjë që ata bën jetën e tyre. Ja dolën, patjetër. Almer, ndërkohë folën për faktorin ndërkombëtar, thej që ambasada amerikane me deklaratën që bëri i doli kundër protestës. Ndërkohë ka pat edhe një deklaratë ambasadorit gjerman në raport me protestën. Si qëndron e vërteta? Si e lexon këtë? Tani, të vërtetën e din vetëm ata që janë shprehur. Ne analizojmë faktet publike, Gjermania për më shumë se një vit është shteti i investuar fort në Shqipëri në largimin e Edi Ramës. Është vendi i cili janë prekur interesat ekonomik dhe politik të vend dhe janë të investuar dhe po punojnë fort si një faktor kyç i cili kontrollon Europën dhe interesat europiane në këtë vend për të larguar Edi Ramën. Ku i kemi provat për këtë që Gjermania që nga investuar? Provat që kam deklaratat her pas hershme të zyrtarëve gjerman, të cilët janë shprehur hapur publikisht apo edhe në mënyrë private në takimet zyrtare me kryeministrin, ku i kanë kërkuar të arrestimin e Belinda Balluku dhe të paktën lejimin e heqjen e imunitetit dhe lejimin e shkuarjes saj para drejtësisë. Gjë që Edi Rama s'e ka bërë. Kemi parë opinionet her pas hershme nga mediat gjermane lidhur me këtë gjë që unë mendoj që nuk janë të rastësishme. Kemi parë po ashtu investim të faktorëve të ndryshëm brenda Partisë Socialiste që mendoj që ka qenë investim gjerman që janë shprehur dhe kritikat hapura Spiropali po thua. Të gjithë me radhë, janë edhe shumë faktorë të tjerë politik të vjetër, të cilët janë shprehur që Rama kanë një qasje kritike ndaj qeverisë, le të themi. Dhe unë mendoj që këto nuk ka qenë të rastishme. Ndërkohë, unë mendoj që Edi Rama sot në këtë kushte që është, sidomos pas samitit që pash në Ukrainë, është më shumë në Ankara, unë e shikoj më komod se kur në mbështetjen e faktorit ndërkombëtar. Aktualisht Edi Rama, sipas asaj që kemi parë publikisht, ka aleate Marta Kosin, zonjën për zgjerimin, ka aleate një pjesë të mirë të qeverisë Bashkimit Evropian.
po ashtu ka atë besoj faktor ky Shtetet e Bashkuara të Amerikës dhe unë mendoj që ata të cilët realisht mund të largonin Edi Ramën sot janë partnerët e Edi Ramës. Dhe prandaj kjo protesta në Ankara po thua unë mendoj që në Ankara Edi Rama pash disa takime të ngrohta që më bëjnë që më lënë të kuptoj që Edi Rama ka një marrëdhënie të shkëlqyer me ta. Ishte një marrëdhënie shumë dashurore, shumë hot në qëndrimi që ishte me Melonin, po ta shikoni foton. Pash marrëdhënie dashurore. Pra, një marrëdhënie para gjykon misin politik, jo, në kuptimin politik. Misin vllazëror që ka Shqipëria me Italinë. Lutem që ishte një marrëdhënie midis dy individëve, jo midis dy qeverive. Pra një marrëdhënie që qanin personalizuar, janë përfaqësues të qeverive, nuk janë termi dur. Pra unë kuptoj që Edi Rama në spektrin ndërkombëtar është më i garantuar se kurrë që nuk i vjen nuk i hyn asnjë gjëm në këmbë. Për sa kohë këta ndërkombëtar kanë këtë sjellje ndaj qeverisë shqiptare dhe nuk kanë kritik të hapur për mënyrën se si po qeveriset Shqipëria, por për mënyrën e protestës, për çka po ndodh këtë vend, nuk kanë një reagim zyrtar, qëndrim të fortë. Unë kuptoj, prandaj soll atë në vëmendje çështën e çadrës, si ata ndërkombëtare që u angazhuan në pasurimin janë lobing i pastër. Nëse Edi Rama këtu lobon individ pranë qeverisë, gazetarë, të cilët të mbrojnë interesin e tij dhe këto media janë të sponsorizuara dhe lobuara për të mbajtur një qendrim caktuar. Media nuk është politika. Nga ata të cilët duan largimin e Edi Ramës, mund mendoj që është George Soros, mendoj që është Gjermania, mendoj dhe faktorë të tjerë që kanë interesa në Shqipëri. Mund të janë dhe media nga Serbia, mund të jenë media greke. Ti mendon që nëse është Soros pas këtyre protestave tani nuk do të thotë që Sorosi sot ka shkëlqimin e tij maksimal në raport me influencën politike. Nuk është në majat e vet George Soros. Do të them edhe një gjë tjetër. George Soros politikisht është larguar nga Europa dhe është vendosur në Afrikë. Dhe këtë më e thën kjo nga njerëz të George Soros, të cilët janë sot të operojnë në Afrikë, shqiptar. Pra që operojnë në Afrikë. Dhe unë mendoj që vëmendja e Sorosit nga Europa dhe nga SBA-ja mendoj që është tërhequr. Dhe aktualisht kur çdo kush bën një analizë të marrëdhënieve të Edi Ramës me çdo partner politik dhe me çdo partner ndërkombëtar duhet kuptoj dhe e ka të qartë që i ka marrëdhënie të shkëlqyera. Unë nuk do doja që të ishin në këtë gjendje, por kjo është aftësia e tij i cili përdor teknika. Edhe Erdogani po thua. Po kush është Erdogani fund fare burrë? Është një mbështetës i cili i mori 50 milionë euro pasi na dha neve një Italia, Turqia, Gjermania, Turqia është tregues që Turqia sa ka ndikim Irani në integrimin evropian në Shqipëri, aq ka Turqia. Nuk ndikon, Turqia është ti marrësh një ambulancë, ti marrësh sa baklava. S'ka li Turqia un po flas Europa, ti thon mo Turqia. Turqia baklava dhe hall bën burrë, ti më thon Turqia. Po prodhon drona, mos u tall, më fal. Mo flas Turqia, qëndro serioz. Po lërë më në shtatë akoma je folklorike. Turqia këtu po bën. Turqia Turqia është një vend, ka qenë vend pushtues. Është vend pushtues, ka ideologji pushtuese në Shqipëri zotri. Pushtuese. Ka qenë pushtues dhe është pushtues. Tregon më Turqinë. Turqia këtu ka Davutollun si projekt dhe na shet ne ende si toka osmane. Turqia është ende si toka për zaptuar. Na dha një spital mizerien fier, na mori 50 milionë euro te tuneli Llogaras. Kjo është Turqia, po na merr tokat atje, mori 800 hektar. Atëherë pas ka kjo është jo pra, është marrëdhënia e ngushtë e Ramës për interesa të Turqisë. Çfarë ka dhënë Turqia? Çfarë ka dhënë Turqia? Ore zotri, na ka dhënë debat. Jo pra, po të gojë mua nuk ka apo jo influencën. Turqia është për hallv, edhe për baklava, kundërshton veten. Edhe për të mbajtur hoxhallar, për Turqia për këtë punë. Ne po flasim për gjeopolitikë dhe politikë reale zotri. Ngjerin në Europë. Turqia ka lënë veten në lindje. Turqi qytetarë turq sot po han veten me dhëm, nuk ka bukë në tavolina. Ti tregon është në krizë ekonomike totale Turqia. Tani le të flasim tani. Unë jam ekspert i Turqisë e njoh atë vend, e di shumë mirë se çfarë luhet atje. Një vend diktatorial i cili her pas here krijon marrëdhënie për treguar supremaci e një të çmendur që e qeveris. Ne po flasim për vende normale europiane, të cilat kanë problematika të shumta, por janë synimi jon, janë atraksioni jon. Ku shkojmë ne? Ne nuk do antarësohemi Turqi. Ne themi Europa, ne shqyrë që dolëm nga Turqia. Ne themi të vëmë te Turqia prap. Zotri, unë dua Franca, çfarë raporti ka Franca me Edi Ramën? E ka partner. Çfarë raporti ka Italia? Çfarë raporti ka Hungaria? Çfarë raporti ka Shtetet e Bashkuara të Amerikës? Britania nuk ka folur askush pra. Kto janë sot partnerët e Edi Ramës zotri. Prandaj Edi Rama sot është më komod se kurrë dhe nuk e gjen gjë nga protesta shumë e bukur e atyre vajzave që përdorin ashashin për të shfryrë nervin pasi nuk e shfryjnë dot para mikrofonit. Si shikon raportin e faktorit ndërkombëtar me këtë protestë?
Shiko, ka qenë një dimension dhe mbetet akoma, një dimension që ne nuk e njohim, pra është i panjohur. Në me të drejtë që faktori ndërkombëtar ka partner zyrtar qeverinë e Shqipërisë. Pra unë nuk jam me atë që thotë Elmeri, që janë partneri është Edi Rama. Partneri është kryeministri i Shqipërisë. Ora ka marrëdhënie ndërpersonale. Ka marrëdhënie ndërpersonale ka patur Berisha. Tani ti e ka thënë që ka marrëdhënie ndërpersonale. Ti e ka thënë Edi Rama nuk i ikën sepse këta. Jo, se kam thënë atë. Jo, se kam thënë atë. Jo, se kam thënë. Pa i që jo, se kam thënë. Se kam thënë asnjëherë. Shiko, raportet dashurore, siç e thë ti, nuk e them asnjëherë. Po unë e pash pra atë shihem la. Raport shihem la. Mënyra si që ndodha me raport se për këtë akuzohet vetë Trumpi. Po raport miqësor. Raporti mirë. Tjetër gjë. Raporti mirë miqësor mes dy liderëve, Shqipëria për shembull, për kuriozitetin tënd, e ka patur dhe Berisha me Berlusconin, raport fantastik. Franco Frattini, i ndjeri Franco Frattini, ministri i jashtëm i Italisë, ka qenë nga ministra që ka lobuar më shumë për Shqipërinë që të ishte procesi i liberalizimit të vizave. Po më jo më ta them. Pra miqtë e mirë nuk kanë ardhur ti thonë Erdogan ti ke probleme dhe ne nuk të duam në këtë gjendje në Europë. Kur është inauguruar tuneli i Kalimashit, Erdogan ka qenë këtu, gjithashtu. Pra, ka patur raporte të mira. Jo, po ka lidhje. Jo, po ta marr hapasapi. Ku na çojnë të marrëdhëniet e mira ndërtetore? Raport me protestën dhe të ardhmen e Shqipërisë. Hapasapi do ta marr. Pra, kam patur raporte të mira me Shqipërinë dhe në atë që është qasja e diplomacisë së Shqipërisë, zoti Rama e ka partner strategjik Greqinë, e ka partner strategjik Turqinë, e ka Italinë, Gjermaninë, edhe Britaninë dhe Shtetet Bashkuara të Amerikës. Pra është pjesë e diplomacisë së Shqipërisë kjo gjë. Jemi brenda kuadrit. Tani me Italinë unë nuk dua të hyj shumë diskutime sepse gjithmonë raportet e ngrohta kanë qenë mes kryeministrave. Shqipëria nuk ka patur asnjëherë probleme me kryeministrat ose me qeverisjet italiane. Berisha ka patur shumë të mira, Nano i ka patur shumë të mira, për ata që e dinë, sepse është dhe një qasë kulturore, sepse janë dhe lider politik që dinë edhe gjuhën italiane. Me Turqinë kemi patur raporte shumë mira. Në kundërshtim atë që the ti dëgjoj tani. Jo, se unë dua të jem korrekt sepse jam një gazetar i cili ja marr shumë marrëdhënie ndërkombëtare. Turqia të ndihmoi shumë në tërmetin që ka ndodhur në Shqipëri. Një pjesë e madhe e banesave që u ndërtuan në zonën e Kurbinit, Turqia na mbështeti dhe na mori borxhin te tuneli Vogaras në mënyrë korruptive. Në mënyrë korruptive. Rama u angazhua personalisht për t'ia kthyer se ja kanë borxhe Erdoganit. Më lemër ta them. Çfarë do më thuash për këtë shpazje? 30 më dil pra më tregon 50 milionë euro për një kompani turke. O zotri, mos u mua banorë diktatorial. Janë shërfaqon qytetarët e vet. Mos e kujtosh që qendra e botës së migrimit. O zotri, sa më ndonjë Shqipëria qendra e botës. Erdogani me kompani turke, e cila bën miliardë dollarë. 50 milionë euro buratën që ka bër. Një vend që ka mik të mbështet pa 50 milionë dollarë janë shërfaqur me 80 milionë banorë. O që është partner strategjik. Është partner strategjik. Dakord, më dakord. Interesat e veta se ashtu tok Osmane ende. Nuk ka lidhje Osmane, jo. Ne na po prapë duhet lexosh Davut Ollundi, ish ministri i jashtëm dhe flas për politikën e jashtëm. Po nuk ekziston në Shqipëri ajo. Tani ekziston si qasja dhe si mendësi turke që thon toka dhe Anadol e shkuara jon vini investojnë. Toka dhe Anadol, po futemi të rrim. Tani të rrim protesta dhe faktorin ndërkombëtar. Protesta dhe faktorin ndërkombëtar. Qartazi protesta mori një karton të verdh nga ambasada amerikane me përplasjen që bën datën 2 korrik tek parlamenti. Pra ai që një karton i verdh, po nuk është një karton i kuq. Ishte karton i verdh, një paralajmërim, ishte një gabim për optikën time nga ana organizatorëve, që shkuan në një ditë të bukur vere, u përplasën pa asnjë arsye me policinë. Jo, nuk e kam te veza. Nuk kam asnjë gjë me të. E kam tek tulla në kokën e policisë, 2-3 tulla në kokën e policëve. Kjo nuk më pëlqeu. Dhe kjo bëri që të kishte reagimin e ambasadës amerikane. Për mua që një faull, që një gabim nga ana e protestuesve sepse nuk kishin arsye pse të shkojnë atje. Mund godisnin. Unë kam ndjekur, kam qenë aty isha prezant, po e di që ka larg ato që po. Edhe unë kam ndjekur, nuk kam qenë atje, po fakti që un pash tulla dhe gur në drejtim policisë ishte gabim. Por ka një gjë. Është karton i verdh, nuk është karton i kuq. Pati pastaj një reagim nga ambasada gjermane, u balancua deri diku, po flasim për pjesën e shëndetshme të protestës. Asaj deklaratës ambasadës gjermane dhe asaj amerikane. Ishte shumë herë më e butë, por ambasada gjermane reagoi prapë më pas dhe tha që jemi kundër akteve të dhunës, do ketë hetim të zbulohen etj. Pra dhunë nuk e mbështet asnjëri. Por për sa kohë nuk kemi një trup
nuk kemi një organizëm 40-50 veta, një grup i cili të jetë grupi që merr përsipër protestën, merr përsipër skenarin. Unë kam parë personazhe që janë ftuar në ambasada. Është tjetër gjë. Janë pjesë e protestës. Është tjetër gjë, individ të cilët marrin pjesë ose janë të një grup i madh, dhe është tjetër gjë kur është një grup që përfaqëson gjithë protestën. Pra ka një diferencë në gjërat. Unë mendoj që protesta të ketë akoma sukses dhe që të ngrihet në nivelin tjetër është e pashmangshme që të jetë një grup negociator ose një grup organizator 40-50 veta, ose edhe 100 veta, sepse ata kanë frikë që do ta kapi Rama. Dakor, mund të jetë një frikë që qëndron. 100 veta nuk i kap dot Rama, se është e pamundur të kapësh 100 veta. Dhe dyta, këta njerëz që thonë do synojmë të rrëzojmë sistemin. Ne sistemi nuk rrëzohet dhe sistemi nuk të përgjigjet. Sistemi dhe mund të të plagosë. Sistemi do të kafshoj. Sistemi mund të të hajë dhe dorën, simbolikisht, do të hajë dhe këmbën. Por në fund të ditës se ti kërkon të azhësosh. Ti do të zhdukësh sistemin, do të shësh sistemi, nuk është pak. Pra është një objektiv shumë i lartë, një objektiv i lartë, dhe ti thuash që unë do ri tani në hije, do ri në grupet e WhatsApp-it, po nuk dal publikisht, këtë kam kritik me organizatorët, me një pjesë që i njoh, nuk i njoh të gjithë. Edhe ka një gjë. Ju kërkua besimin qytetarëve. Pra ju tha njerëzve dilni në protest kundër kësaj. Njerëzit dolën. Pra njerëzit ta dhanë besimin. Tani është dhe përgjegjësia jote që këtë besim ta kanalizosh. Po si ta kanalizosh? 40 ditë protest, këtu bie pjesërisht dakord me atë që thotë Elmeri, 40 ditë protest janë shumë pak për të bërë ndryshimin e madh. Por nëse njerëzit do të vinë edhe pas 80 ditëve, 90 ditëve, 120 ditëve, atëherë ti ke një përgjegjësi që këtë energji të njerëzve duhet ta kalosh në nivelin tjetër. Nuk po them të jetë domosdoshmërisht një parti politike, po duhet të jetë një organizëm politik, më pse jo, sepse kërkesat janë politike. Atëherë si mundet që ti kërkesat politike nuk i kanalizon në një diskutim politik edhe në opinionin publik. Ne nuk dim këtë ftojmë dhe në emisionet tona që janë njerëz që merren me protestën. Ore, përse dolën flamingo, nuk dolën flamingot? Përse u hodh kjo pankartë, ajo pankartë? Flamingot nuk mungojnë atë, po. Ta kam simbolikisht. Pra dhe ne, dhe populli, dhe opinioni publik ka uri. Ore, duan të njohin kush janë këta njerëz të cilët patën të ide geniale që të marrin flamingo dhe dalin protestë. Është ide shumë e bukur. Pra ka shumë pikë pyetje të cilat koha po kalon dhe faza e parë po mbyllet, sepse unë besoj në gusht ata duhet të bëjnë një pauzë, se është e pamundur që të mbash ritëm. Regjia duhet ta kem aty një. Pra duhet bërë një pauzë dhe të ketë një riorganizim, po ky riorganizim të korrigjojë gabimet e të kaluarës, që nuk duhet të ketë dhunë. Edhe mbi të gjitha, ajo protest nuk duhet të lejojë që partitë politike të tentojnë ta marrin. Ta kapin ato. Ta kapin. Dhe por kjo nuk do thot automatikisht ti je për të arbër, se e tha Bejko te emisioni im të hënën. Nuk e kam lexuar këtë. Dje doli kjo që nuk e kam lexuar. Shoh emrin tim atje, po nuk jam unë atje. Kush emri? Shoh emrin aty lart te logo. Arbër shqiptar. Kam e batut, ta bëjmë çik dhe ta shtensionojmë pak. Pra, ideja është që duhet kalojnë nivelin tjetër. Është një pauzë që mund të bëhet, një muaj nuk është asnjë problem sepse në fund të ditës, por organizatorët të dalin nëpër qytete, edhe kjo mund të ishte në shtator, edhe kjo mund të ishte. Por studentët që ata të dalin në qytete duhet të jetë një organizëm i cili të jetë përfaqësuesi zyrtar i tyre redi. Pra duhet të krijohet një përfaqësi ndoshta në çdo qytet dhe studentët në Beograd, në Serbi, di çfarë janë duke bërë, e ndryshuan strategjinë e tyre. Po marrin pjesë, tani po shkrihen, po fuzionohen me partitë opozitare dhe do marrin pjesë në zgjedhje që do jenë në Vjesht. Dhe kanë ndarë një student një fshat. Pra po futen në terren politik, sepse e kuptuan që në fund të ditës do futesh në terren politik dhe nuk ke si t'ja bësh ndryshe. Por te faktori ndërkombëtar dhe mbylla. Po te faktori do rrim se faktori ndërkombëtar për shkak të episodeve të dhunës do jetë shumë i kujdesshëm dhe unë uroj që protesta në mënyrë kategorike të shmangi përplasje. Në raport me atë që pam në Ankara Arbër. Ishte kartoni verdh dhe këtu jam këtu jam ndryshe me Almerin. Ishte kartoni verdh Almer, nuk ishte kartoni kuq. Jo kanë Arbërin në 10 minuta? Nuk tha një fjali vetëm që thotë fjaftori ndërkombëtar mbështet protestën. Nuk gjeti arsye ta thotë këtë gjë. Logjikisht ka të drejtë. Pra, faktori ndërkombëtar sot është me Edi Ramën. Po e vëzhgon, jo, nuk e tha. Kjo nuk është gjë, faktori, ajo është konkluzion. Vetat, fjalët e veta, nuk e tha dot një fjali sepse analizën legjitime e gjë. Do kuptoj. Zotri. Nuk është kjo. Ora më vjen keq tani. Protesta është shumë e mirë, mund të ketë element problematik, po nuk thuash se është dura. Ndërkombëtarëve. Po s'ka si protestë, nuk është legjitime. Do të jam parashikim, është
sistem, numër që ka. O miku im, po nuk është në sistem protesta, është ja sistemi. Si mund mbështetet një protest nga faktori ndërkombëtar? Faktori ndërkombëtar, raportin e ka me qeverinë, o miku im, e ka me legitimitetin. Berisha në 98 hyri me forcë në institucione shtetërore, folën dhe thanë, ne nuk ju njohëm të riquni. Nuk ka. Pa që e grushteti, po mos e grushteti. Kjo është një sjellje politike, po një qasje politike shumë por nuk e kanë nuk janë me protestë, po janë me Ramën, dhe kjo nuk është gjë e mirë. Po janë me qeverinë, po nuk janë me Ramën. Po janë me Ramën, me Ramën, jo me qeverinë. Prandaj protesta nuk e rrezon dot ndërkombëtarët, sepse ndërkombëtarët janë me Ramën, partneritet kanë qeverinë. Qeverinë apo Ramën? Kanë Ramën, kanë qeverinë e Shqipërisë. Amerikanët erdhën, ndërkombëtarët kanë partneritet Putinin apo presidentin e Rusisë. Kanë presidentin e Rusisë për mikuim. Nuk kanë Putinin si një individ. Shtetet Bashkuara të Amerikës. Vajza Donald Trump ka marrë Zvërnesin dhe Sazanin. Italianët morën atë kush ja dha atë italianëve atje atë për gjatrin, pikën e emigrantëve. Të gjatë, kampin e gjatrit. Grekët kanë interesa të tjera. Turqit e morën interesin e tyre. Pra Edi Rama në interesin personal shfrytëzon Shqipërinë për karrikën e vet. Ndalopak. Është krye eksperti i formulimit të kodit të ri penal zotëri paguhet. Prandaj Edi Rama sot është i fuqishëm. Përdor Shqipërinë për karrikën e vet. Pra ti mendon që këto i bën Rama, jo se po ishte Berisha do t'i thoshte jo. Po çfarë lidhje Berisha? Do t'i thoshte jo Ivanka Trump. Berisha ka vdekur. Do t'i thoshte jo. Po marrë si shembull. O zotri. O është kandidat ministër me shifra. Kanë ta partner, kanë Ramën apo qeverinë shqiptare. Kanë Ramën zotri. Kanë qeverinë shqiptare. Rama hipën skapit ajo. Hipën skapit për një orë gjysmë të vjen edhe rri. Raporti ka hipën jashtë vajza e Donald Trump dhe takon personalisht në tërndala. Pra ky njeri ka marrëdhënie personale. Po George Bush ka atakuar Berishën më. Ora ishte marrëdhënie shtetërore për ajo. Aty ka qenë shtetërore. Ka pasur kur një president ka pas fëmijë, ka atakuar Sali Berisha apo qoftë një lider tjetër fëmijë i presidenti në mënyrë private. Rezervim privat. Edhe për vizitën për zotëri. Edhe për vizitën e Berishës dhe ka George Bush. Por jo, edhe për vizitën e George Bush. Edhe për vizitën e George Bush u tha atëherë u ble nga Bektelenka. Nga Enga kompania amerikane që bëjë tuneli. Kjo mund të jetë lobim. Po dërmojmë në mund të gjejmë shumë pleçka ore. Po raporti nuk është individual, është qeveria me qeverinë. Ka me jahti hapesh atje në përmes nuk është muhabet si Shqipëria, që u bë miq ne dhe spjesin për shtetin. Atje ka halka shtetërore miku im. Jeti kush është Donald Trump apo Makroni miku im nuk do të atakonte Ramën po t'ishte kreu e opozitës. Politiket e Ramës. Nicolas Sarkozy shumë ka pritur Berishën Donald Trump. Nicolas Sarkozy e ka pritur Berishën dhe ka pritur të herë Nicolas Sarkozy Berishën dhe në një nga ato rastet u firmosën edhe ardhja aty helikopterëve miku im. Gjithmonë ka interesa. Brenton, faktori ndërkombëtar si e shikon në këtë histori? E para njërë jam i detyruar të them që nuk besoj ekziston diçka si ndërkombëtarët apo faktori ndërkombëtar, po ne jemi mësuar që ta konsiderojmë të tillë duke marrë përgjithsisht çfarë thon ata për Shqipërinë. Pse them këtë, se secili ka interesin e vet padyshim. Tani ajo që mua më duket pak e vështirë për të kuptuar është që shqiptarët, ne të gjithë e dim atë shprehjen që po deshi Amerika, apo jo, shpërdoret nga kafenet deri te televizion. Po. Dhe duket sikur shqiptarët duan një kështu zgjidhje deus ex machina, që të dalë ambasadori amerikan dhe të thotë ne mbështesim rotacionin politik, dilni masivisht në votime, votoni përfaqësuesit rinor të vendit tuaj etj, po kjo nuk do ndodh. Edhe nëse kjo nuk do ndodh, gjasat janë që çfarëdo që të thonë apo të bëjnë ndërkombëtarët nuk ndryshon politikën shqiptare. Është vërtet që cili do të jetë në qeveri, ata janë detyruar të bashkëpunojnë me qeverinë, edhe po të mos e duan, se ndryshe si do t'i çojnë përpara interesat e tyre. Është shkelje e traktatit ndërkombëtar të Vienës që ti të ndërhysh në punët e brendshme të një shteti me operacion, pra me veprime konkrete, me agjentura, është pavarësisht se e bëjnë superfuqit, edhe mbani mend atëherë kur u kap
kur u kapën amerikanët duke përgjuar Merkelin. Po, kohën e Obamas. Lajmi që ore të gjithë e bëjnë, thjesht këta u kapën. Të gjithë e bëjnë, po nuk mund ta bëj pra, nuk mund ta ketë politik të vetëm një shtet që të ndërhy për shembull për të sjellë pushtet opozitën. Se nëse kjo ndodh është akt lufte. Jo opozitën, mos sjellin pushtet të aleatin e tyre, po. Po politikisht, nëse nesër ikën Rama dhe vjen pushtet cili do, ata do vazhdojnë bashkëpunim me atë edhe po të mos ta duan. Pra në këtë kuptim nuk ka se si. Kanali zyrtar, kanali zyrtar para ambasadoren amerikane që thotë do hani bar në rast se vazhdon të ndihni Sali Berishën. Pra, kemi parë ndërhyrje flagrante të shumë zyrtarëve në këtë vend. Mos e përjashton ndikimin e drejt për drejt apo të nëndeshëm të qëndësishëm në politikën shqiptare. Që është. Po ta thash shumë mirë. Ta thash shumë mirë që raporti gjithmonë me qeverinë me përfaqësimi zyrtar. Kemi fjalën për Withersin që tregonte historinë e mollës Krimbur atëherë. Padyshim është akt flagrant i mungesës së i mos respektimit të rregullave të diplomacisë. Jam dakord, po gjasat që të ndodh sot nuk janë që të dalë ambasadori amerikan dhe të thotë Rama duhet rrëzohet dhe ne mbështesim relacionin politik. Nuk ka nevojë të ka gjuhë tjetër, ai ka gjuhë diplomatike. E bën në kuptimin e mbështetjes ndërkombëtare. E bën në Rumani, e bllokuan atë se s'po më kujtohet emri. Po gjithsesi Brenton. Kandidatin që në fakt fitoi, që ishte po e etiketuan neonazist e nacionalist. Pro-ruse. Po edhe në Shqipërinë që do dilte një neonazist do ta ndaloni. Mos e kuptoj pse s'ndalojnë komunistët, se në Çeki edhe në Poloni është shpallur si organizatë terroriste Partia Komuniste direkt pas rënies komunizmit. Në vendet tona nuk u shpall. Po, kjo është. Pra po thua Brenton në raport me ndërkombëtarët deri tani janë thjesht duar jashtë në këtë histori. Nuk kanë askush pse të mbaj shpresë që do vi zgjidhja nga jashtë. Zgjidhja unë besoj që vjen vetëm nga këtu dhe vjen vetëm në zgjedhje. Tani hajde diskutojmë pastaj një emision tjetër, ai vjedh zgjedhjet, ai përdor bandat, a përdor manipulimin, a e ka fryrë administratën publike në atë mas që çdo familje shqiptare ta ketë një në administratë që s'ka ç'bëne do votoj për Ramës. Pra hajde gjitha këto të diskutojmë. Po në fund me zgjedhje mund të largohet, për ndryshe si jemi duke folur më për demokraci. Hajde pastaj diskutojmë se si largohen tiranët dhe autokratët ndryshe përveç se me demokraci. Almer, ndërkohë, si e shikon në çështjen e ndërhyrjes së SPAK me Arbrin e Nisa si bisedë, pse po vonon në kërkesa për Ballukun, duke qenë se ti je denoncuesi kryesor i Ballukut publik në median shqiptare? Unë mendoj që SPAK aktualisht është një situatë, më duket si një pulë e shastisur. Pra, një pulë që një institucion që ka pirë ujë diku dhe tashmë është i trullosur dhe s'di të gjejë rrugën dhe orientimin. Për mua SPAK ka humbur orientimin nga situata e ndikuar nga situata politike, ku presioni që po i bëhet institucioni, dhe unë mendoj që edhe një lloj këshillimi të mundshëm nga ndërkombëtarët, sipas mendimit tim, që po i lë ata në moment pritje. Dhe ndërkohë SPAK veproi me shumë vonesë për çështjen e Aruba, 8 vjet pasi kishte përgjimet aty, në një moment kur e këshilluan që të vepronte. 8 vjet kishin përgjuar dosja Aruba, që u arrestua Ilir Shtufi, grupi Koçeku edhe shumë të tjerë, ishin përgjuar në 2018 në Sky ECC dhe u veprua në 2026. Pra, unë mendoj që këto periudat e sulmit që SPAK-u përdor për shumë çështje, unë mendoj që mund të jetë strategji, por disa herë domethënë lë dhe për dëshiruar dhe për të kuptuar që SPAK-u mund të bëjë një manovër ose individ brenda SPAK-ut mund të bëjë manovra të ndryshme, qoftë manovra ndikimi, presioni apo korrupsioni, që nuk përjashtohet, dhe bën SPAK-un që her pas here të humbas atë besueshmërinë në publik dhe ta bëj si institucion që her pas here të shihet si i kapur nga politika. Nuk lexon këtu një vullnet të investitorëve më të mëdhenj të SPAK-ut që janë amerikanët dhe Bashkimi Evropian në raport me. Unë ta përmenda që mund të jetë një këshillim ndërkombëtarëve që SPAK aktualisht të qëndrojë tërhequr për mos prishur një balancë të mundshme politike. Për shembull, po të jap një version. Unë mendoj që SPAK në qoftë se mund të jetë këshilluar nga ndërkombëtarët, sipas të opinionit që kam unë, dhe mund të jetë thënë zotëri, në qoftë se ti arreston Belinda Ballukun, ajo mund
të tërheq 10 apo 12 deputet mbrapa dhe mund të rrëzoj qeverinë e Tiranës që neve nuk është në interesin tonë të largohet. Pra një opsion mendoj. Ai ka 11-12 deputete? Unë mendoj që i ka. Almeri gjithmonë thotë që i ka. Unë mendoj që i ka. Pra, unë mendoj që ky është një skenar i mundshëm, por unë pra ndërkombëtarët me këtë logjik, me këtë skenar nuk e duan largimin e Ramës nëse është kështu. Po unë mendoj që është një skenar. Pra unë mendoj që ndërkombëtarët gjën kryesore në këtë vend kanë që të ketë stabilitet. Pra gjërat funksionojnë, gjërat të kenë, ju duhet lexoni çfarë ka thënë në prezantimin e platformës tij ambasadori i ardhshëm, ambasadori që do vi, i cili tha në Senat që unë do të luftoj, do të mbështes bizneset amerikane, do të luftoj, pra ai foli si një kandidat për kryeministër për punët e Shqipërisë. Pra unë do të mbështes luftën kundër krimit, luftën kundër trafikut, pra u zotua për një betejë të tillë. Pra unë mendoj që linja e SPAK-ut në fushën në bashkëpunim me DEA-n, në fushën kundër krimit të organizuar do të jetë e vazhdueshme. Por aktualisht kjo stepje mua nuk më pëlqen. Unë mendoj që aktualisht SPAK-u është vënë nën trysni dhe presion, mendoj nga politika shqiptare. Nga politika shqiptare apo nga ndërkombëtarët? Unë mendoj nga politika, pra unë ta dhash skenarin nga ndërkombëtarët. Ka dhe një skenar tjetër nga politika. Unë mendoj që është nga politika. Unë mendoj që mund të ketë, shiko, unë e kam thënë dhe kam përmendur me emra, ta them dhe ta përsëris përsëri, që brenda SPAK-ut ka prokurorë të cilët përmjet vettingut manipuluar nga njerëzit e Aulant Ballës kanë kaluar vettingun dhe janë aty në shërbim të Partisë Socialiste. Unë të kam përmendur dhe emra dhe unë e besoj që ka njerëz të tillë aty. Pra njerëz si Edvin Kondili me shok. Pra unë nuk e përjashtoj që këta njerëz mund të zvarrisin çështjen për të fituar kohë. Por nuk besoj që do t'i mbyllin dosjet. Dhe unë mendoj që ky efekt i politikës brenda SPAK-ut është i ndjeshëm. Dhe ata e ndjejnë që duhet të rrinë të tërhequr, duhet të rrinë më të rezervuar, duhet presin momentin. Por ata vjen nga dëshmëri mendoj unë SPAK-u, kur ndërkombëtarët i trokasin më fort se politika shqiptare ke dera. Dhe për çështje kur fillon destabiliteti në rrugë, siç tha, ka një gjë. Destabiliteti është tjetër gjë pastaj. Destabiliteti do thotë që SPAK-u të marrë flak, të djegin e SPAK-un ata. Nuk do thotë që një institucion bëhet institucion i prekshëm, institucion vulnerabël që nuk më ka më formë institucionale. Po nga frika prej stabilitetit, a mund të reagojë? Unë mendoj që SPAK-u dëgjon njerëz në rrugë. Unë mendoj që SPAK-u dëgjon investitorët e vet dhe interesat e tyre. Përsa ko amerikanët shprehen që duan të sulmojnë korrupsionin në këtë vend, duan të zhdukin krimin organizuar, pra në atë linjë SPAK do vazhdojë, do veprojë. Ajo që po lexohet sot pak nga komentatorë është se erdhi kështu si rrufen qellt pasër ajo deklarata Ulsimanjës për sa i përket mandateve të prokurorëve. Dhe po lexohet kjo si një pazar midis politikës dhe drejtësisë. Pra, fakti që SPAK nuk po e çon kërkesën për imunitetin e Ballukut në parlament, dhe në këmbim po merr mandatet, po lexohet si pazar nga një pjesë e komentatorëve, po unë thjesht dua të në qoftë se neve do ta shikojmë në këtë qasje, unë mendoj që reforma në drejtësi. Jo, nuk e shikojmë ne po themi, a mendon ti këtë variant? Unë mendoj që për mendimin tim, mandati i prokurorëve i cili mbaron pas 2 vjetësh do të jetë mandati vetëm dhe nuk do ketë ripërsëritje të mandatit. Pra ky është një vendim i cili është marrë dhe për këtë lloj vendimi janë shprehur më parë institucionet të cilët mbështesin SPAK-un, janë shprehur amerikanët. Janë shprehur institucionet e drejtësisë, është shprehur dhe kryeministri. Amerikanët janë shprehur për një mandat tjetër. Ka një gjë. Unë di themi gjë që Rama vetë ka qenë njeriu që ka thënë që neve nuk mund të bëjmë zgjatje dhe nuk mund të shtyjmë mandat. Ka thënë jo, ka kohë për atë, ka thënë në 2007, në 2028. Jo, pra u shpreh ai para disa kohësh dhe tha që nuk do ketë ndryshim mandati dhe ripërsëritje mandati për të gjithë të prokurorëve. Fjala e Ulsimanjës po them unë. Tani ka një gjë, nëse kjo ndodh, siç të thua ti, nëse operoj me këtë logjik, do të thotë që reforma në drejtësi kthehet në një reformë të kapur totalisht nga pushteti dhe ata nuk janë më njerëz që i shërbejnë drejtësisë, pa njerëz që i shërbejnë Ulsimanjës dhe politikës. Të gjithë kjo trup prokurorësh që ka besimin e qytetarëve, që kjo trup prokurorësh ka besimin e ndërkombëtarëve, shkon në këtë pikë që vendos fatin e vet, pra luan për fatin e vet, do thotë që nuk ka asnjë ndryshim as nga Rama nga Sali Berisha, të cilët kryejnë korrupsion, njerëzit kryejnë korrupsion dhe kjo trup është aty për të kryer korrupsion dhe për të mbushur xhepat dhe kjo dëmton interesin kombëtar, interesin e Shqipërisë. Arbër, protesta e zëmë se shkon skenarin e drejt asaj, drejt mos tërheqjes dhe vazhdimit përpara, ecjes përpara, e vendosur në kërkesat e saj. Nga ana tjetër, kryeministri Rama vazhdon me të njëjtin insistim
për ta refuzuar ta dëgjoj këtë protest. Rreziku është i një përplasje në kuptimin politik të fjalës. A mendon se këtë situatë mund ta zgjidh dhe mund zgjidhet nëpërmjet përdorimit të SPAK-ut? Shiko, zgjidhje... Për të evituar një përplasje apo destabilitet? Zgjidhje që vinë nga drejtësia penale për situata tërësisht politike, unë nuk jam. Unë jam njëri që kam marrë shkenca politike dhe nuk e shikoj asnjëherë zgjidhjen që të vijë nga një drejtësi penale. Pavarësisht se unë hyj ata njerëz që e kam besuar dhe besoj te kjo drejtësi ere penale. Nuk jam njëri që besoj me sy mbyllur, pra nuk jam një njeri i cili e ndjek në çfarëdo lloj veprimi që kam bërë, sepse kam patur disa raste që ata kanë patur shkelje në hetime. Kam patur abuzime, madje se shkelje është fjalë e ulët, por kam patur abuzime, kam patur zvarritje, dhe unë e kam thënë dhe më herët, Shqipëria është në një fazë që nuk ka nevojë për një proces sot, pas 5 muajsh një proces tjetër, pas 4 muajsh një proces tjetër, sepse futemi në një rreth vicioz që e tejkalon arsyeën se pse është krijuar kjo strukturë. Kjo është një strukturë e posaçme, që do thot ka një mandat dhe nuk është një mandat i cili është në përjetësi. Është një strukturë e posaçme për një kohë të posaçme. Pra për një periudhë kohë të saktuar. Dhe prandaj prokurorët kanë afat 7 vjeçar, mandat 7 vjeçar, dhe nuk ngelen pa punë, kthehen prokurorinë e rrethit. Pra, unë nuk jam dakord që të ketë një shtyje të mandatit të prokurorëve, sepse kujt ja kërkon këtë shtyje? Ja kërkon atyre që ti lufton. Pra dhe automatikisht, nëse ti ja kërkon atyre që i lufton, i kërkon një favor i cili është përtej kushtetutës, sepse duhet të ndryshojë kushtetuta. Apo jo? Përse, shiko, do guzim të madh të kërkosh ndryshim kushtetutës për një gjë që nuk është emergjente. Se ne kemi bërë paçavure kushtetutën, ndryshojmë kështu me një tërë të lapsit, po kushtetuta nuk ndryshohet kështu, përse bëjmë palët pazare. Ule Berisha me Ramën 2008-ën, ndryshojnë sistemin zgjedhor, e bëjnë sistemin zgjedhor në mënyrë e mbyllin komplet. Mblidhen në 2024-ën e bëjnë lista hibride, gjysmë ashtu, gjysmë kështu. Pra, kushtetuta është një gjë e shenjtë dhe nuk ndryshon sepse është një kërkesë që vjen nga prokurorët ose një kërkesë që vjen nga ana e politikës. Shiko, u përmend këtu Regani, mund përmendim edhe shumë kryeministra ose presidentë të tjerë që kanë patur impakt të madh botror. 8 vjet kanë qëndruar ata në mandatet e tyre. Pra 8 vite dhe është një kohë shumë e gjatë dhe quhet epoka Reagan, quhet epoka e Bill Clinton me 8 vite. Këta tani janë 7 vjet konsoliduara. Jo, po flasim për demokraci hibride si Shqipëria. Po pikërisht pra ata të konsolidojmë, po nuk e konsolidojmë dot me rregulla në letër. E konsolidojmë me simbole, konsolidojmë me mesazhe, konsolidojmë me atë që duhet të jetë, po jo me ligje, me rregulla pas rregullash. Tani dhe ka një gjë, 7 vite, 8 vite ore janë shumë. Është një kohë gjatë që ti të mos bësh dot atë objektiv që ke patur ligjërisht. Përse duhet të jetë një prokuror 15 vite? Përse duhet të jetë një kryeminist më shumë se 8 vite? Ma 8 vite janë të mjaftueshme. Dhe quhet epoka e tij, epoka këtij. Të shkojmë te kriza politike në Shqipëri. Unë nuk besoj që zgjidhet krizë apo do të shkojmë te një kjo është pastaj konflikt, kjo është drejtësi popullore. Ti kërkosh SPAK-ut të ndryshojë sistemin politik dhe aq më tepër që duhet të jemi realist dhe t'i përmbahemi strikt atyre që janë termave dhe publik. SPAK është një organ hetues. Dhe në një proces gjyqësor SPAK është në konflikt interes. Ore, kështu duhet të jetë. SPAK, por ama drejtësia u përdor Rumani, drejtësia u përdor Berlusconi në Itali, drejtësia përdoret. Dhe ç'a ndodh? Ne po flasim ajo që dim. Kështu duhet të jetë, jam dakord. Unë po flas ato që di. Unë nuk jam në tryezat e diskutimeve të grupit të 300-ve apo të masonëve, dhe të them gjëra që nuk i di. Pra hajde të bëjmë konspiracion. Unë s'jam të ajo pjesë. Unë them ato që di. Dhe ato që di, po them këtë gjë. Jo, po pse konsideron diçka të pamundur, diçka që prokuroria po s'është normale. E kemi parë. Nuk është evolucion normal i shoqërisë. Në funksion të politikës e kemi parë. Nuk është evolucion normal i shoqërisë që të ndërhyjë drejtësia penale të rregullojë klasën politike. Nuk funksionon, sepse ka një gjë. Ka funksionuar. Jo, nuk ka funksionuar. Kush tha? Berlusconi është nxorur nga politika. Jo, se nxorën ashtu.
Berishën ashtu po nxjerrin nga politika. Jo, senzoren ashtu, as Berishën nuk e nxorën sepse i ranë të gjitha akuzat i kanë rënë, në javë është jashtë, bashkë me vendrin e tij është jashtë. E shpalla non grata, e dopsuan. S'është e vërtetë Redi, më vjen keq. Po të korrigjoj, non grata nuk e shpalli SPAK, e shpalli Departamenti Amerikan i Shtetit. Jo, ti jemi korrekt. Unë do të jem 100% korrekt. Unë po them se u dopsua. Po su dopsua mos u kthye prapë me 500 vota. Po ditja penale i dha ato që i dha. Po çfarë i dha? Asnjë gjë si dha. Ja ku e ke u kthye prapë. Dhe demokratët nuk e quajtën fare. 500.000 vota mori zotëria. Ishte materializim 500.000 vota mori zotëria. Departamentit të Shtetit. Jo, se dim atë, Departamenti i Shtetit nuk e ka akuzuar për çështje partizane. Kështu perceptohet politikizmo, dakord jam me ty, po gjithsesi. Unë nuk flas dot pra ti mendon që SPAK nuk do ndërhyj. Dhe jo, nuk është puna nuk do ndërhyj, por nuk duhet të ndërhyj që të ndryshoj sistemin SPAK. SPAK duhet të kapit korruptuar. Se kërkon imunitetin për Ballukun. Dgjoj, SPAK duhet të zbatojë. Për Veliajin e bëri me një shpejtësi që SPAK-u dhe tani që ta themi të dhe GKK-ja, sepse SPAK është konflikt interesi, sepse është organ hetues, është një lloj si avokati dhe është dhe GKK-ja. Unë po them GKK-ja, e cila është arbitri. Pra, nuk po flas për lojtar, po flas për arbitrin. Nuk mund ta bëj drejtësia këtë gjë, sepse nuk është natyrale. Unë jam në procese që vinë natyrale, demokracia duhet të jetë një evolucion natyral, nuk do të jetë një evolucion i kontrolluar, sepse nëse është i kontrolluar, nuk do të japi rezultatet e mira. Prandaj unë dua që drejtësia të mos ndërhyjë te politika, unë dua që drejtësia të kapi politikanët e korruptuar. Po unë nuk e di, për shembull Almeri thotë që SPAK është një pulë e lagur, siç e tha. Jo, nuk është e vërtetë. Për rastin Balluku, një nga personazhet më të njohura të sportit shqiptar, ish drejtori sportiv i Milanit, për të cilin mua më ka ardhur jashtëzakonisht shumë keq që kam parë në atë pozitë të vështirë, sepse është një simbol i shqiptarëve jashtë, të jesh drejtuesi i Milanit për një vit siç ka qenë Iglitare, është një krenari e jashtëzakonshme për çdo shqiptar. Pra një vend me 3.2 milion banor prodhon njerëz të këtij kalibri, mua më ka ardhur shumë keq për akuzat penale që janë ngritur atij, po akuzat penale ne dim shumë mirë, mbrapa për çfarë bëhet fjalë. Por Klodian Braho, aktualisht kreu i SPAK-ut, ndryshim nga zoti Dumani, ka një qasje pa zhurmë, por jo më pak eficiente në aspektin ligjor. Prandaj ne nuk e dim se çfarë do të ndodhi. Dhe nuk dua ta paragjykojmë. Unë nuk kam thënë asnjëherë që SPAK e mbarova. Është pul, nuk kam thënë asnjëherë që SPAK është dragua, por SPAK do të jetë një institucion që zbaton ligjin. Mos shikoj fare te politika. Politikani korruptuar përballet me drejtësinë, pikë. Kjo është detyra. Dakor. Brendon, si e shikon këtë opsion që po diskutojmë? Do më thënë që nëse palët shkojnë të palëkundura drejt rrugëve ku janë nisur, normalisht nëse shkojnë ashtu përplasja është e pashmangshme. A mendon se do ta zgjidh SPAK situatën? Para unë mendoj që SPAK mund të ndërhyjë politikisht në kuptimin e pasojave. Pra, SPAK nuk mund të niset që të ndryshoj skemën apo platformat apo mjedisin politik në Shqipëri, por pasoja që SPAK mund të lërë me veprimet e veta mund të ndryshojnë sikurse e kanë ndryshuar. Arrestimi i Berishës, i Veliajt, i Ilir Metës, padyshim që e kanë ndryshuar mjedisin politik në Shqipëri. Vendosja në nënhetime dy zëvendës kryeministrave, njëri në Arrati, padyshim që e kanë ndryshuar mjedisin politik. Çështja është që shumë njerëz do donin që të ndodhte akti final i arrestimit e Edi Ramës nga SPAK. Ajo pastaj do të ishte ndoshta edhe finalja e misionit të SPAK-ut kur vjen fjala për luftën e korrupsionit të zyrtarëve. Gjykata speciale në Kosovë e ndryshoi edhe më shumë padyshim, konfiguracionin politik në Kosovë, kështu që të vim këtu afër. Vetëm se ka dhe diçka. Mos harrojmë që SPAK trashëgoi administratën e gjykatës së krimeve të rënda. Dhe aty brenda, pa kaluar në spekulim, po vetëm në fakt, ka njerëz që janë punësuar nga shtresat të ndryshme ministrash, drejtësie, kryeministrash, ndërvite, etj. Dhe ta janë ata njerëzit që në gjykimin tim, po si opinion, nuk kam fakte, dekonspirojnë her pas here aksionet, japin informacione, bëjnë rrjedhje informacioni, dhe pavarësisht se SPAK ka aty brenda një zyrë me ekspertët britanikë edhe një zyrë me ekspertët amerikanë,
këta njerëzit në fund bëjnë atë, vendosin minat që ketë momente tilla kur politikantë marrin informacione dhe t'i përdorin, apo politikantë përpiqen të imponohen nga në administrimin apo në mbarvajtjen e SPAK-ut. Mos harrojmë që SPAK vazhdon të dalë institucioni ku shqiptarët në sondazhet ndryshme shprehin më shumë besim. Po pse? Jo se njohin si vit apo ekspertizën e njerëzve që punojnë aty, qoftë prokurorët apo qoftë administratës, por sepse kanë dëshirën e ndëshkimit të asaj që i ka ndodhur, po themi, pasurisë publike shqiptare ndër vite. Prandaj njerëzit gëzohen kur SPAK bën ato që mund t'i quajnë arrestimet e bujshme. Po jo, e kam fjalën në lidhje me situatën që sa vjen edhe po ngjizet në Shqipëri, një protest që sa vjen edhe rritet dhe një qeveri që sa vjen edhe është e vendosur për t'u përballur me këtë protest. Për ta thënë prapë të që thash për mbledhësi, nëse SPAK kryen detyrën e vet për luftën pa kompromis ndaj korrupsionit dhe krimeve të zyrtarëve të lartë, e ka realizuar ndryshimin e skenarit politik në Shqipëri. Nëse padyshim që mund të ndërhyjë, nëse gjykon që ka raste korruptive të zyrtarëve të nivelit të lartë, e ka për detyrë, për mision ekzistencial, për ndryshe s'ka pse të ekzistojë, që të ndërhyjë. Mos harrojmë që pavarësisht se ne konsiderojmë fasad demokracinë shqiptare, në demokraci ka check and balance. Janë 3 pushtetet e ndara dhe secili nga pushtetet duhet të bëjë kontroll pushteteve të tjera. E ka për detyrë ta bëjë. Brendo, të falenderoj shumë që të kisha. Arber, kënaqësi që të pata, Almer, kënaqësi si gjithmonë. Të nderuar teleshikues, kjo ishte gjithçka kishim përgatitur për ju sonte nga unë Red Varaku. Natë e mirë.